Faktikisht edhe pse nuk ka pasoja që mund të shihen direkt të ndikimit të këtij ngërçit politik në segmentin e sigurisë, ato faktikisht po ndodhin edhe sot, janë duke ndodhur. Siguria gjithmonë është më e brisht kur ka probleme politike, kur ato nuk gjejnë një zgjidhje, sidomos kur ato shihet që kanë problem serioz. Dhe tek ne po shihet që problemi është serioz, nuk është një problem i cili ka të bëjë me çështjet procedurale ose teknike, po ka të bëjë me këmbgulsinë dhe kryesësinë e politikanëve, pikërisht atyre që duhet zgjedhin këto probleme. Dhe përderisa ka situata të këtilla, siguria gjithmonë është e brisht për shkak se autoritetet apo institucionet që duhet të kenë kompetenca për një situatë caktuar, këto kompetenca i kanë të cungume, nuk i kanë shumë efikase, nuk janë shumë praktike, nuk janë shumë të shpejta. Prandaj kjo cënon dhe rrezikon dukshëm sigurinë e Kosovës. Natyrisht është NATO-ja këtu dhe është KFOR-i i cili përkujdeset edhe në këtë segment, edhe në këtë drejtim. Mirë po ne si shtet duhet mësohemi që të mos na ndodhin këto gjëra dhe nuk duhet të llogarisim gjithmonë që të tjerë do të kujdesen dhe përkujdesen për sigurinë tonë. Sjelljet e tilla të politikanëve tonë i japin hapësinë në këtë rast Serbisë, sepse problemin më të madh kemi me Serbinë dhe po flasim për Serbinë. I japin një mesazh që ajo mund të gjejë hapësinë në këto situata, në këto momente për të ndërhyrë. Dhe në vazhdën e kësaj është edhe kjo deklarata e Vučićit për ndryshimin e rrjedhës së ujit. Por këtu më pastaj mund të ketë edhe elemente të tjerë të cilët po ashtu paraqesin rrezik dhe kërcënim, siç është për shembull nxitja apo çytja e qytetarëve serb për të bojkotuar institucionet e Kosovës, për të refuzuar ato çka janë arritur deri më sot të kthehen në një pikë më mrapa ku kanë qenë më herët. Pastaj janë aktet diverzive, aktet terroriste dhe forma tjera të cilat sot ndoshta edhe flitet shumë pak në Kosovë, për shkak se na po e shohim që problemi politik në Kosovë nuk është thjesht vetëm një problem politik i liderëve tonë, po unë mendoj që këtu ka edhe ndikime të shërbimeve tjera, shërbimeve të huaja. Domethënë kemi në dy segmente, në segmentin politik në njënën anë, por nuk përjashtohet edhe segmenti fetar, ku kohëve të fundit kemi një vlim të kundërthanjeve në mes religioneve të ndryshme, të cilat faktikisht nuk kanë burimin nga akterë vendor këtu, por e kanë burimin nga akterë ndërkombëtarë në radhë të parë Rusi, Serbi dhe shtete tjera që kanë interes për të pa Kosovën një shtet jo stabil.